Ngjarje e rëndë ku disa fëmijë të një kopshti publik u diagnostifikuan me helmime nga salmonela ka alarmuar komunitetin në Gramsh. Në shenjë proteste, prindrit e fëmijëve kanë protestuar para Bashkisë së Gramshit, ku kanë kërkuar përgjegjësi për masa për parandalimin e rasteve të tjera. Nga 72 fëmijë që ka kopshti publik në Gramsh, testet e 17 prej tyre rezultuan pozitiv me salmonel. Fëmia ju shfaqet temperaturë, të hënën në drekë e ka marrë dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare, temperatura i zgjati 3-4 ditë. Kërkoj që paktën tek fëmia im, sepse ne çojmë që nga mëngjesit deri në orën 3:30 e lem në kopësht, por po flas për rastin tim. Kërkoj siguri, paktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Përgjigjen e kam marrë dje pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepni përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja. Pastaj nga ana e këtyre ne nuk kemi para asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar ne kjo është një sëmundje ngjitse. Dhe përderisa është një sëmundje ngjitse, duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi, nga spitali që na orientonte, na thoshte që kjo duhen këto masa të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Ne kemi ardhur, na janë helmu fëmijët dhe vend bërtasim ne që na janë helmu fëmijët, bërtis kanë këta, duke individu njerëz që mos dilë atje, jo për çfarë do kërkoni, po më do kërkojmë. Na keni helmu fëmijët, jepni përgjigje. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, thotë se nuk kemi të bëjmë me një rast masiv helmimi. Nuk kemi të bëjmë me ndonjë abuzim nga ndonjë institucion apo nga ndonjë person. Kemi të bëjmë me një rast, me një fakt që ne e dim shumë mirë të gjithë që po janë evidentuar disa raste me bakterin salmonela në një kopsht publik. Ngjarja e cila u zbulua pak ditë më parë ngriti alarmin duke bërë që në zbardhjen e saj të përfshihet edhe Prokuroria e Elbasanit. Kjo e fundit ka sekuestruar kartelat mjekësore të fëmijëve dhe proces verbalin e kontrollit të ushqimeve. Ndërkohë kopshti në fjalë është mbyllur pas lajmit me urdhër të Institutit të Shëndetit Publik.